Dhe masnena, kur një grupi t'il i njerëzve del, atëhere për me zbut qatë impaktin që e këna pas na, se na ki shumë drejt me thonë që me të vërtet na e këna ndru një faqasin politik. U kryu standard gëfis, marri me pas ambicje vës një politik. Ti masnej, do me thonë, tjetëri i cili e sheh që ka ndodhë, tjetëri masnej ka me të sulmu qashkeq, edhe ka me të linqu qashkeq, edhe atin une... Kur s'jo mërzit që më ka ndodhë mu, se mu më kanë shajt, për që ka mboja i dhe dërgutit, do më thonë, kur s'ku me a falë do njerëzve të saktu. Po, okej, vëllojmë të vetë vendosja së qasës. Pse standardi nuk arriti me shu në qatë nivel edhe partit e tjera? Hajde aty këtu për shamë në PDK, po kërkur së budal me shku në partit tjera, e që atat menqmit që janë, nuk shkojnë asë qëtu se e panë që e ndodhe dove që kënë bolë të menqëm me provu. Okej, a do të të që unë nështru? Edhe ti e kini... A unë nështrut? Ju ndërtu të shpresen, me ferë ndërtu shpresen, me juve unë ndërtu shpresa, me juve ndërtu më thonë atko, para me në atko më thonë PDK-s edhe LDK-s, tonë atyne balena me të mdoja politike më thonë jo, mu ka cafyt me ta, me ferë nisi mas pari ki kretë që ju procedurë. Edhe ndërtu një farë standardi, një farë shmeku, një farë përfasimi, një politikanit modern, evropian, jo profesional, jo me bark madh balkanik që janë pasul, edhe i ka një 4 gjipa për para. A u dërzut, a do të dërzimi ju që është në nështrim, edhe faktikisht edhe ju jeni pjesë e fajt, pëse së dhe kemi një stelit fare, qëfare kemi politikës? Ka qenë refuzim për mu nështru. Nashta sentimenti jam më bënë me dhoni kalkulim tjirë, të rezikuat dhe emisionit jam edhe për Ka qenë refuzim për mu nështru, i cili refuzim masnena ka rezultu me faktin që ka dalë. Na qitu po hina, po sakrifikojmë shumë pi punëve tona. Definitivist. Të më thonë, adin, mund kanë diku në klienta në biznes temin, fakti që përfundojsha në rejtë së shtëpjake, në burge, në seanca, në kretë aktivitetet. Edhe najna njerës që kena jetat tona, edhe mujna mi zhvillu jetat tona edhe pa u varpi politikës. Po, këni dhënë kontributit të liberës, biznisa... Ti në arë në luft, ti se ke kështu interesin tonë. Mirë dhe në rejtë. Unë ju kom bashkan gjitë një grupin në cilin kom besu. UQK-n, në UQK kom besu. Mas lufte, ka pas momente UQK-a më ka dëshpru shumë, po jo UQK-a si entitet, individa mrena UQK-s. Kur dullëm komandantat, nisën me zaptu, e morën sene, e keq përdorën faktin që unë kom luftu, ta shtiz, ti e më shelgojën, thëmë veçane, jënë kun individa, e që ata individa mas ne e s'kan mujtë, po ata një farë mënyre dhe kanë damtu pak reputacionin në UQK-s, se ki plët njerës tjerë, shumë të ndershëm, që të kanë luftu, edhe sot s'kanë buk me hongër, sepse nuk kanë dasht me keq përdor luftën si mjetë me cilën me përfitu mas lufte. Tash një grup e ka bojsh ato, ty dëshpëron, tash ti në gjithësh edhe bashkosh grupeve në cilat besën, edhe unë mas UQK-s kom besu në ferin fillimisht, masin bashkimin tonë me vendosje, kom besu që na jena për një me. Unë asë sot nuk thëmë UQK-a kon keq, UQK-a është entiteti ma, do më thonë, ditë e mija më të lumë të në tjetës teme, kanë qenë qatere. Edhe unë e vazhdoj, pavarësisht mos pajtime tona me njerës të UQK-s që sot jënë të sakrifiku atje, edhe për rizikohet vetë krejt reputacioni UQK-s, pavarësisht mos pajtime që i kena pas politike. Njëri, unë kur nuk mëj me thonë që UQK-ja ka bo në herë në sen keq. Do më thonë, individa kanë mujtë me pas që kanë shfridzu UQK-n mas lufte, po UQK-ja si entitet është seni maj qiltër në herë në historitë Kosovës. E tash, bot një grupacion tjetër i cili besën në të mirën e venit, në shtymjen e venit tutje, në progres zhvillim, edhe ti futësh që aty me besimin e plotë dhe e len gjdo pjesë shpirtit tënë që aty. Edhe jove shpirtit. Do më thonë materialisht, unë e kom thonë plotëherë, jom një person, në ashtë e politikani vetëm historit shqiptarve që ka hinë politik me do pare edhe dalë pa to. Do më thonë gjendjen financiare që unë kom përfundu kërë më dalë, ka qenë
E frikshme. Standardin e politikës që e kriju, t'ju edhe zënërat, a ju i dhe krejt ju që e si grup. Se jena jep